Por I kthehemi edhe me një epizod tjetër të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi infermierin ushtarak Hasan Goshi, I cili do të na rrëfej për ditët e vështira të vitit 1998-1999. Hasan, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Po filloj me vetësimin kombëtar. Ju jeni ikon I ri në luftë, qysh u brëmëst në frymën kombëtare, qysh u vedisut në atë frymë sa me marr pjesë në luftë. Po si gjithë trit e Kosovës të poshtusin serb të fillu prej viteve 90-ta edhe më herët me anulimin e shkollave, të objekteve shkollore, edhe na si familje kemi pas jena ka si pik referuse prej poshtusit serb. Kur thëmë se familje e gjerë, familje rrethi e gjerë, kujtoj dikon vitet 85-86, kur është martu të zaki jem Mustaf Arif Krasniqi, Llashkadër Novcit, ai ka qenë ilegale. Edhe kujtoj ndasëm natën kur është hidhandër, bile kujtoj si se fëmijë më kujtohet, ju më kanë djallë duvake që më kanë ato adetet e shqiptare që kanë përdorë. Edhe kujtoj që natën kur ka hidhandër Arif, Mustafa të zaku, atë natë kanë arë policia serbe, e kanë arrestu Mustafen me gjithë babë vetin. Gjithashtu edhe djali mi gjithë është ka pjesë ilegales edhe vëllau qyshiri, edhe të I fillu të fillu me luftën prekaz, kur veç u bëha madhe kjo punë, do më tha, veç u fliu komandanti legjendar Adem Jashari, unë menoj që kush ka pas gjak shqiptari pak, u desht veç me kop pushkën, edhe me band veten. A ke vështirë me marrë vendimin me bashku luftës? A ke diçka që do të mendu me jove në ashta? Jo, nuk është ka në vështirë për kontraze, si tri jena ka euforik me shok shkollës, kam qenë shkollë të mesme, edhe me vlen me theksu shokun e shkollës, I cili e ka pas vëllaun komandant në celulat e para, Jetullah Pantina ka pas vëllaun komandant Hajrullahin, komandant Shpatin, ai na ka informu edhe na ka tregu që ku është rruga qysh për me shku, dhe mandej këna fillu në qeshor 98-s, unë veç më kyç në luftë. Cilat e konë kontaktet e para, do më thonë luftë, edhe sa vjeç e konë kër kontaktet e para jenë konë po me komandant Shpatin edhe me Mehmet Haxhën, tash dëshmor. Mandej kontaktet tjera jenë konë me komandant Fadil Gashin, me celulën e partë të bashkësisë lokale, deri sa është hapë zyrtari shtabi me 6 qeshor. U ka krenari, u ka gzem, u ka e sheshëm që veç s'ka tjetër veç lirimi Kosovës. A filluhet për ditës parë si infermier ushtarak, ka qysh? Fillimisht ju më rështu si vullnetar ushtar. Mandej në kontakt me komandantin, më pyti që çka jetu në shkolla, dhe çka jetu të studiu, i tregova infermierien, mandej thëna duhesh në sektorin e mjekësisë. Në sektorin e mjekësisë tani kom fillu si infermier. Në aspektin profesional, dhe më thotë, të infermierisë, mjekësisë. Cilat janë konë vështirësitë më të mëdha profesionale kështu? Po, vështirësitë më të mëdha fillimisht jena konë jenë konë gjona të panjohura si profesion, si na jena konë veç jena konë shkollë, nuk këna pas praktik diçka të kryme. Mirë, po nevoja për bëj këtë vetën, edhe mandej me rastet, atëherë këna startu, këna pas rastet ndryshme. Pe plagëve, smundje kronike, lëndime, të gjitha, është duhet me kry vetë. Do më të jetë si nëzanë si shkollës atëherë? Fix, nëzanë si shkollës mesme. Kure ballafaqu me plagë, me gjak, me qyshu, a kone vështirë me përballu qëto emocionalisht? Fillimi ja konë shtirë, thash edhe njëherë puna e provuesis, nuk këna pas provuj, na konë zonëse, na konë 3, mandej me kuhen, jena bot njajt, edhe gjithmonë e dishëm që
sot ky nesërone, si me plagë, si me vdekje, si me Do frika nuk është që është asë më dhe në luftë. Jo, bile du me cek kështu për herë të parë në luftë, rinia nuk kanë pas frikë fare. Mirë po në thëmë burra dhe trima që në konë luftin, konë ata burra që në konë të martum, kanë pas familje, njëtën ku në konë ushtarak. Sepse familjet në konë dikon tjetër, këta në konë dikon tjetër. Ashtut, ose me marë për shambull edhe fëmit me veti, në fërun të ndryshme, së kur që shekim rastin e komandant i Bishracit. Për shambull, ai 2 djemi ka pas. Bardhyllin dhe Kreshnikin. Po, doktor Bardhyllin edhe Kreshnik Racin, edhe i ka marrë me veti. Ka shku në front, me veti ka pas djem. Po, ata moshatar të metin, jenë ka 2 me pushk, jenë ka me babën krah për krah, me kushërinit vetë, nuk jenë shku që dhe kur a shiru klina, jenë të parë që jenë hinë klina dhe kanë shiru klinën. Du me hitë me cek në i rast pak ma specifik, kështë. Atë këtë dhe rastet e pora që i këtë rajtu? Po, ka shumë raste, por edhe e konë vetë si staf mjekësor? E tash, fillimisht, na kur është formu shtabi, e kena pas ambulancën ushtarake. Mandej, në ofenzivën e 3 shtatorit, është arrestu doktori Zajm Gashi, është përgus, jenë ka mutat medicinale që kanë punu si kuadër, i ambulancë ushtarake, mandej, jenë largu se cilën familjet vetë, që jenë ka femra, e kanë dha kontributin e vetë prap, ku ka pas nevojën popullat civile në rastet ndryshme, por ku mbet vetë si kuadër infermier ushtarak. Atëherë do më thonë, gjitha rastet i në referu të one. Fillimisht të shtabit e Fadili, ma ndej rastet i kom drejtu. Po, e këni përmen me një tjetër një grup të hoxhalorëve, që ka nga prekozi dhe me thonë në sferk. A mund shme me na shpalus pak ma shumë për i kësoj në gjorje? Po. Kjo ka ndodhë në korrekt 98-ës, kur grupi hoxhallarëve, shumica janë kanë studenta, komandante kanë pas hoxhën e Krem Avdion në Drenicë në Brekaz, mandej kur ka fillu ushtëria shqiptare e Kosovës mu shpërnda, kanë shku se cilin zonat veta. E takimi jem me ta u ka kur kanë ardhë do djelmoshat Gjakuves, është Naim Berisha, Isa Halilaj, Ramiz Berisha, edhe kur i kom taku për herë të parë, jenë kanë 2 pacienta, njëni ako i plagosën kam, njëni ka pas dishka një problem me gjandra. Edhe kanë kërku ndim. Kur shkoj me trajtu, aty i takojnë për herë të parë me mjekra, unë ndëgjova në atë kus. Apëtin ndëgjova të thonë, jenë ardhë mujahidinat. Apëtin u konë në atë ku, ako pak edhe po i marrë shënimet, se fatmirësisht që më kanë pështu 3 protokollat luftës, një mu ka djeg, edhe e kom ditarin. Edhe po i takoj, edhe po i marrë shënimet, edhe po i abëjnë një shokut aty ushtarak, ka shku, që shmja më ramrat, të menu që në Arab. Edhe po më full Naimi Shqip, thasha din Shqip, apo shqiptar ma jam. Edhe aty jena njuf me Naimin, mande jenë shpërnda, jenë ka gjallartë Hoxha Sabit Gashi a shku në Sarek, Hoxha Arsim Marina me këtë grupin këty në Gjakon, Smolic, jenë shpërnda se cilin zonat vetat. A ka pos para gjykime ndaj tyne? Në shtab jo, jenë mirë prit, në shtab të ullin pa foli jenë mirë prit shumë, ka nejt 2 net, jenë ushqy, kanë pushu, edhe i këna për cilë, se fshati jonë, edhe shtabi jonë në kanë si koridor. I komplet Kosovës, dhe kur kanë shku me marrë armatim, për shembull zona Karadakut, zona e Lapit, kur kanë shku ushtarët, jenar kanë pushu, edhe kanë shku në Shqipëri. Kanë këthy prapë kanë pushu, jenë shku në zonat veta. Jo, jenë mirë prit shumë mirë, edhe kanë kalu shumë mirë me ta. Tash 27 vjet mas luftës, është një farë tendencë kështë, me mohu rolin e hoxhallarëve, njerëzve fetar, domethënë që i takojnë besimit islam. Çfarë domethënë kjo për juve, pasi jeni kon prej ofër e keni po luftën? Cili është roli i hoxhallarëve pikërisht? Nuk fillon me luftën. Unë gjithmonë e them ata shakun përjetu vet, shakun po vet, shakun prek vet.
unë e nisi prej vitet 90 për xhamia të shkolla, për shembull Gjakovi nuk kanë shkollë të mesme, i kanë 2 xhamia që i kanë hop dyrt dhe i kanë kry studentat studimet në xhamia. Mandej kanë xhamia shtabe, vendstrehime të ushtarëve të armatimit, sikur që vlen me cek për shembull xhamin e fshatit Broj, është thuajse një ndër armatimet e para në Kosovë që u lokalizu dhe u fsheh në xhami. Fshatit tashim thoshit. Po, në fshatit i shkryministit. Tashim thoshit. A ka ndonjë rast vështirë që të ka vdekur një pacient në dorë ose një pacient që e ke pas ofër? Por ditë ka shumë. E kujtoj një rast kjo ka fundi gushtit në 98, kur ka orë spitali ushtarak, kanë orë me 40 sa të plagosën, edhe një djalë i ri, një ushtar i ri, na ka vdek në dorë, u ka prej Svarekës. Edhe ka një përjetim i emocional, i dhimbshëm u ka, mirë po tani si thash më herët, na u bon njëjtë. Sot ky nesër ai. Se u shkon pak e vështirë, për shembull kur shokët e femiris, shokët e shkollës fillore, shokët kushëresh, shokët, për shembull kur je ko bashka për krah dhe ata kanë vdek, normal që sigurisht u shkon dhimbshme, u ka emocionale, po u prit, domethënë, u prit. E kujtoj një rast, me kujtoj një rast, u ka me 30 mars, dhe e ka një skuadrë ushtarëve me një pjesë që jenë ka të rrezikum non-stop gjatë ofenzivës që i kanë gjujnë me të gjitha artillerit. Edhe e kujtoj, djali i Axhës u kthy, na i peqëm kush 2 vranë aty, djali i Axhës, i thumë për vllaut e thash, ma vllavi, amrushi, thalla ndo këtë kanë ra, a vedin. Pa të mos që njejt kjo punë, qysh se këna ditë ardit. Në momentet që jena ky që këna ditë që o vdekje, o lirit i tërska. Po du me shku të do mi cek disa rase pak më konkrete, shanë që është mjekimi i një plagosnit për i rezolë për cilin kena diskutu. I drenicës që ka orë në sërë. O ka fundi luftës, o ka ndikon në prill, edhe kujtoj kanë ardhë, jenë ka 3 plagosën, po njëni o ka marën, o ka në kali. Edhe erdhen në atë ko, printe me ishin këthy, edhe pse shpia ishte djegur, ishin këthy baba dhe nana. Edhe, me thonë drejtën, vesh nisi musos edhe mjeli, edhe buka. Edhe kujtoj nana, ne të ma zi do qumsht, të ma përgadit me mjell të mistrit. Me ma përshesh. Për mu, edhe erdhe në ta ushtartë, që ajo konë shumë ranë, edhe të njëjtën kunja pasoj isha plagën, ka pas plagën shumë keqe, ka pas shumë ranë, edhe të njëjtën kunja nana jepke me lugë jepke përshesh me hangër që ishin konë dhe pa bukë. Mandej rastet e nana i kena përcil për në Budakov, u ka spitali ushtaraki, doktor Agim Azrulli, u konë që konë kirurgi vetëm në atë zonë, që i ka kry për 1.800 operacione, do më rastet e nana i kena përcil për spitali ushtaraki, i kanë trajtu mandej. Është edhe mjekimi Tahir Desko, për cilin kena bisedu e kësha pos qef nëse mund është mja kushtu 2 minutë. Po, une një vetën krenare dhe kër e kum taku Tahirin, me thonë drejtin nuk e kum njoft si zan po, që akon zëlens, akon gazetar në kohët ma të shtira, o koj plagost në kam në shpatëll, edhe mas që e kum kry plagën, ja marrë shënimet, se gjitha ku ja ku marrë shënimet, edhe po më dërgan që më është Tahir Desko, e kujtej, Tahir jo kom burr i mirë, burr i zoti. Një ditë kështu pak ma e vequmë është edhe 14 marsi, 99, që ka ndodhe e ditë? Po, 14 marsi, unë e muj me thash shlirë që u ka një ndër betejat ma të mdhajat në Kosovë, një ndër betejat ma të mdhajat në Kosovë. Nëse më lejohet, për thunë për herë të parë, për të ceki për herë të parë, se në kullën tonë, kullën familjare,
kur u djeg shkolla që ka qenë shtabi, atëherë kanë shërby kullat e fshatit për ushtar. E në kullë tonë është kohë vendosën një komandant i batalionit Agim Leka, edhe Sejdi Berisha, Aslan Kastrati, Elmi Zenoni, Ibrahim Erlaku, po më nejnë ka një grup që në ka musafer. Edhe kujtoj, o ka ura dikon 2-3 i mes natës, andër të luftu me Serbë, edhe shka të rukit dera odës. Kër i nazgju, i shkon djalim i Agjës Manushi, o konë ndërshtarë më të mirë, tha zgju, i tha se forcat që i përveç kanë hy. Realisht ata ishin hinë në një pozicion që se këna menduna të shkolla për me izolu fshatin dësh dhe një pjesë fshatit sferk. Po aty se be për qënë zotin një ushtar, një djallë zotin ushtar i mirë, ako për të parve, Gëzën Berishen, edhe Gëzoni ka flenë të kushërit e vetë edhe u qunë në gjes heret me morë ndrimin, që shenë kanë cakun për komandantav, me ban rojet. Edhe kur tu e kalu oborin e shkollës, i thret dikush do gjivamo. Mirë po thot e Gëzoni, thot kur e kum pa, thot mu ka ku mendu që është një, këna pas në një oficer, o konë Mosh Bedrigashi, edhe ka menu që është mësë Bedri. Ja ka bo mësë Bedri mësë bëhajgare. Kur i ka thonë dhe herë do gjivama, atëherë tha i kum pa të leviz, edhe a këthymi në shpecit ma dhe Gëzoni, ndosh e ka rëziku vetën, e ka lajmëru komandantin Ramiz Berisha, edhe aty kanë qeneru. Do më aty kanë ra heroikisht Ramizi, Muslia, për me mbrojt popullatën civile, i kanë tërhek, kanë qeneru me ushtar tjerë dushit, edhe pjesa tjetër e fshatit sferkun qatë dit ka ra dhe agroni me aqt vetin. Do më aty të katrit kanë ra. Po beteja u konë e gjatë ardet. Do më aty mëngjes, dhe në pramje nuk kanë mujt forcat serbe me hynë në fshat. Këna pas për forcime për shumë shtabëv, për ushtarve, mirë po dvetnit ushtar që kanë mujt me depërtu. Për ndim akon një tëg me komandant Feriz Krasniqin, i fshati Damanek, edhe Haxhi Krasniqi akon bele ka pasat mitralizin me pitic, akon shumë i zoti, edhe kanë depërtu më në ndihmu, kanë orë ndim edhe komandant Fatmir Lima, ka orë edhe dëshmuri Tahir Sinani, ku për herë të pare kom pa Tahir Sinanin edhe Nina Krenar që kom njofte. Dy jo më sëngjarje, dy jo dhe pak, është rania e Abedin Merlakut. Po, Abedini edhe njetë civil i fshatit tonë, Hamdi Azem Gashi, i në ra, u ka 30 marsi, ku një ndër ofenzivat më të zjarta akon e ushtrisë serbe. Edhe kujtoj, Lumi Mirusha akon mes, na e në akon për mbi Lumin Mirusha, nga fshatat Panërc, Rod, këta në kon të Malishevës. Ndërsa ushtria serbe në kon në pozicionin e fshatit Sferk, por në vija e rrë shumë afer. Edhe aty kanë grenatu shumë, kanë gjumë me prag me autoblinda pa ndërprej. A dit ka ra Abedini edhe ka ra Hamdia. Po akon, bile më me thonë për herë të parë, që kum një frikë. Për herë të parë që kum një frikë, o kohën e ditë, se kanë gjumë shumë me Minahez. Tash njëjtën ku i kum pasë dhe 3 plagësen, njëjtën ku u duke me ondimin e parë, njëjtën ku gjujshin. E shesha për shumë të ondimin e partina, gjujka atje e kap këtë jetërin. Aja ka ditë veçanë që si nalë bombardimet pa nalë. Po du me përmend në disa dëshmurë, që Fatan Gashi. Atë kujtohet të rani ati dita? Kështu, Sferka ka shumë dëshmurë. Harova me cik nëse më lejohet, për shembull tash në Serk, me rrethin fshatit dësh, vlen me theksu një rast, një koincidencë, që në 1990 u vra me 14 mars
Ali Ahmed Berisha, ka dalë, i ka vrarë 2 policër, një ka plagu, se dhe ka ra dëshmur. Po, të njëjtën datë, veç 9 vite ma vonë, ka ra vlla vetina dëshmur, prap të mbrojt venin e vetë, Musli Ahmed Berisha. Në fshatin Sfer ka dëshmur, shumë që kanë ra dëshmur. Fatën Gashi u ka ushtar edhe u ka i përgaditën se i ka ra shumë me nejtë një unik. U shtë përgadit me përvuj, me e Fatuni u plagus me 3 djemtri tjerë. 2 ka ma let Fatuni ka shumë rënë, u shplagus e ka pas të këput në zorën 12 gështore. Aty është donë ndihma por, ndihmën e parë e këna bashkë me Zafer Gashin, edhe e këna po që u shdet me transportu me qunë në spital ushtarak. Mandebili kujtoj, u përgadita me karruc me kali, u përgadita me 4 ushtarë me për cilë. Edhe vjen Zaferi, thëtë jo, thëtë ti, thëtë rre këtu, thëtë unë përshkoj për shkak se ti je i ri, unë e kom fëmijë, e kom dikon, edhe e kanë qu Fatunin në Budaku, kujtoj në Budaku, e Fatuni atje kur ka morë ofenziva, me disa që në kontë plagëst, po a përfërcu pak, kanë ra dëshmur të luftu. Nuk e kanë shumë. Nuk ngrit apet edhe ka të luftu. Kanë ra dëshmur. Në kodër shtoj kina dhe rënin e Rahman Gashit. Po vlen me theksu edhe Rahman Sefedin Gashi, një familje kontributonse shumë për çështje kombëtare, për fshatin. Hoxha i Rahmanit, Shefqet Gashi u kon komandanti Togut. Edhe baba i Rahmanit Sefedini ka ikë për Kroaci me familje. Rahmani janar ka ju vallaj se na hoxha në vetë kur. Edhe ka nejt. Mirë po ka ranë, po foli tash për çështje familjare, po dhe për mua se kushërin të afërm, u vrar Rahmani me gjithë nipt vetin 2 tjenë ra, edhe një daj e kanë pros plagos shumë ranë, që ashtë du të me trajtu mandeja tonë deri në përfundim të luftës. Pa akon shumë e ranë, qysh mi lejmru familjarë, këtu i ka lufta. Në prill 99-ës kanë ndodhur bombardimet e NATO-s në Sfer. Qysh i kujtojnë ato ditë? Kur për herë të parë kur kanë gjuar NATO në fshatin Sfer, me na kanë në fshatin Panërc. Lokalizum, edhe e kujtoj atë natë, jem kom me një ushtar, Muharrem Kastratin, Remi e këna thirë. Unë jem kom i lirum prej Rujes, gjithmonë jem kom për me ka një pushushën për shkak trajtimit plagusniv, po atë natë vendosa se nuk ashtu isha i shqetësum, vendosa me nejt me Remin, Ruje, edhe veç kërë këna po spari qilin u zbarë. Mandejin i zhurmat, dhe o ka një gzim jashtëzakonisht i veçantë. E dishi që... Po se as i bombardime nuk është më po as njëherë. Edhe dishim që është NATO, se u pritke, se vazhdimisht doktor komandant Drini e Kremrejgja, vazhdimisht ai ka komuniku me pilotat me ushtarakt e NATO-s. Edhe pikat i kanë ditë, ku në qyshtek, u pritke, po kërë e pom, o ka një gzim e veçantë, se u pritke veç dita ditës, veç mos liru. Në ato ditë një konë në bjeshtë të Zatriqit, ku e konë ditë vështira, ditë që një thadhe ju e konë pa bëk, kështë. Po. Ka pos ditë tona që keni nejtë pa bëk. Po. U ka thuja si fundi, edhe e kena pas një përgjithësi të madhe, komandantë si komandant, ka pas një përgjithësi të madhe, se kena pas shumë djemtri civil të parmatosur dhe ashtu të një mbrojt. Edhe atëherë këna kalun në bjeshkën e Zatriqit. Edhe në bjeshkën e Zatriqit, kaloj një ku, veç nisi musos ushqimi, buk s'kishëm. Edhe po i thëmë vllavit, edhe djallit migjes, Bigjet Gashit, vllavit Amrushit, po i thëmë, a shkujmë shatin pas aseli kish meqta e atje. Shkujmë mos po gjojmë, mos po na bojnë buk, dishka. Unë gjithë në bjeshkës për pjetë, ishëm u bon 5 veta, u ka dhe Agren Gashi, djalli migjes tjetër, u ka dhe një mësus Adem Gashi.
Ty shku, i nanal me një fshat, 3-4 shpi, fshati Patëk, ofër Kaznikut, edhe aty një i më shumë, po në thët, po është zotën mes hajt i kënej me ormë, se pardje këna pas masakrën, e kanë masakru, edhe na unitëm pa keq, po ty kalu një plak, po thët, të kajti në bre djem, na i thamë, jem të sferkës gashit. Tha, tha, hajde se vlazën jo pas na. Tha, si një mbije sferkës, aja u kom utra e Ali Kastratit. A keni hangër buk? Jo, s'kena hangër buk, që 3 dit pa bukina. Ullë në tha qëto, tha se jënë të upjek bukt. Edhe na ullë, na ka prun një tëpsi, me kuleq buk, këna hangër, ka orë tjetra, prit në thasë tjetra është, na ka prun edhe gjizë me speca në atë ku, apedin nuk kom pak mande i këna kalu në shatin Bastasel, kur këna shku atje veç e po gjendjen që i këshin mro 106 masakrum. Kështu mro. Ato ditorë dhe liria, e preqë që mundet me ndodhë liria me ordat shpejt, a keni posë që me thonë informat ose... Po, informata këna pas tash ma herët që komandant Drini ka pas takime me komandant Lindon Fadilin, edhe kanë full me telefon satelitor me komandën e natës të caqet, edhe veç u dike se bombardimit së nalshin, veç u prit ke dita ditës. U ka një përjetim sukur kur linë njeri për zdyti, kur u shqirum se s'ke shumë ma, përdin se i shumë lodh, edhe bile kujtej një rast, nuk e di sakt cili për komandanta, të biseduin, dhe gjua, pa thuin, që ta është ta ka më lufta ma madhe, pa fullin ditë e funit luftës. Edhe pa thuin do pse, dha se që ta është ta këna me luftu na, mja mor shkive bukën, serbe, që i qërë fundja, përdin. Mirë po dishti zoti, edhe u shqirum për jetim matë ma nuk ka pas. Nëse i kështë këthuj në kohë, a kështë veprua për të njëjtën, a ju kështë bashku luftës? Po tash pak ma me vullnet madh. Pak ma vullnet madh. Po, pa tjetër. Se e kemë bërqë. Po, të falenderoj që ki në studia, anë është palu se histori shumë e tyne të parrefyme për atë periudhë të shtirë. Falenderit juve, për ftesën gjithë mirat.